Amr ibn Sa'd Ebu Bekasi, përcjell nga jadi këto fjalë, mungesua gjendja shëndetësore në vitin e haxhit të Lomdumirës, ndaj dërguari i Allahut erdhi për të më parë. Kur i thash se pasurinë doja ta shpërndaja si sadaka, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Padyshim që shpërblehesh për çdo harxhim që bën për familjen tënde, duke synuar kënaqësinë e Allahut, madje edhe nga kafshata që i vën në gojë bashkëshortes." A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arsyeja që jemi ne në këtë jetë është familja. Do të thonë, tema e sotme do të jetë inshallah taala kështjella e fundit apo kalaja e fundit, familja. Vëllezër të dashur musliman, nga buron vlera e familjes në civilizimin tonë, në kulturën tonë, apo më saktësisht në islam, në fenë tonë të bukur. Si që dim, familja është një cilësi e njerëzimit. Domethënë, kjo dukuri ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe njeriun, jo që vetëm si njeri e ka dalluar, por e ka dalluar që tjetë edhe familje. Këtë cilësi Allahu Azza wa Jall të gjallësa tjera nuk ja u ka dhuru, nuk ja u ka dhanë. Atëherë, ata janë të lirë, si që duan veprojnë. Kurse ne, njerëzit, cilësohemi, marim vlerë me familjen tonë. Integriteti i familjes është personaliteti dhe digniteti i shoqërisë. Shoqëritë janë promovuar gjithmonë me familje të devotshme. Andaj Allahu Azza wa Jall gjithmonë me anë të pejgamberve, apo me anë të dietarëve, apo me anë të njerëzve të mirë që i cilëson Allahu Azza wa Jall, njerëz salih apo saliha dhe femra gra tjera, me anë të atyre kanë dashur Allahu Azza wa Jall që ta përmirësojë gjendjen e shoqërisë ku ata janë zhytur apo janë larguar nga e vërteta, nga besimi i Allahut Azza wa Jall. Pra familja është shumë e rëndësishme. Njeriu i parë dhe profeti i parë, gjithashtu babai i gjithë njerëzimit, Ademi alayhi salam, apo Ademi pejgamber, apo Ademi baba. Ademi alayhi salam në rrezullin toksor u dërgua si baba. Njerëzimi e ka origjinën nga një familje e shenjtë, jo nga komuniteti gjuetarës apo gjysmë të egër, siç e cilësojnë evolucionistët apo materialistët. Familja ka një vlerë të rëndësishme në jetën tonë. Allahu Azza wa Jall në ajetin kuranor në bën me dije dhe në bën se si të lutemi si ta kemi një familje më të devotshme, më të mirë. Dhe ata thojnë, thot Allahu Azza wa Jall, për ata njerëz që kërkojnë me të vërtet familje: Rabbena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pra Allahu Azza wa Jall na mëson kështu të lutemi: Zoti ynë na bën që të jemi të gëzuar me punët e grave tona dhe me punët e pasardhësve tanë, dhe neve na bën që të jemi imam apo prijes apo udhërëfyes të atyre të cilët janë të devotshëm. Pra këtu Allahu Azza wa Jall neve na prek në disa pika në këtë ajet kuranor. E para, gruaja duhet të jetë drita e syrit. Dhe fëmijët që lindin apo dalin nga ajo grua, edhe ato fëmijë të jenë drita e syrit, kurrata a'yunin. Apo të jenë ata të cilët ne do të lavdrohemi apo do të jemi të kënaqur, e sidomos Allahu Azza wa Jall të jetë razi apo i kënaqur
me këtë çështje. Në të vërtet, një shtëpi e një familje të qetë, nëse ka një familje që është një harmoni në atë familje, është mbjellë ajo qetësi në familje, ajo familje atëherë ka një detyrë dhe e bën një detyrë si një shkollë. Të më thonë nxerr, breza, të cilët janë rritur apo janë frymëzuar me personalitetin islam, e cilë do t'jetë e dobishme për shoqërinë, për rrethin, për familjen e vet, dhe kudo që do të shkoje ai person apo ai brez. Në këtë mënyrë shoqëria bëhet e pastër. Në këtë mënyrë bëhet e delir. Në këtë mënyrë bëhet e denjë. Një shoqëri e denjë. Të më thonë, ardhmëria jonë janë pasardhësit tanë janë ardhmëria jonë. Dhe ardhmëria jonë e vërtet, kush është? Është jeta e amshuar. Sa sot i kemi përgatitur fëmijët tanë, apo sa mundohemi në këtë aspekt t'i përgatisim dhe t'i frymëzojmë fëmijët tanë. Ne t'i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam shohim 3 faza në martesën e tij apo në jetën familjare të tij. Faza e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është martesa apo para martesës së pejgamberit alayhis salam, faza e parë, e cila e kaloi 25 vjet pa u martuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jetoi jetën e tij duke e njohur të gjithë ata rrethi i tij si Muhammedul Emin, njeri i sigurt, nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Profeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo që nuk dëshironte të martohet, të krijon familje, por ai ishte i varfër, nuk kishte mundësi të majme, apo mund ta quajmë se edhe ishte jetim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë mënyrë ishte i beqar, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë të lirësinë e tij, nderin e tij, karakterin e tij, dinjitetin e tij arriti ta mbrojë. Kjo është pika e parë, faza e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është model për neve. E dyta, një martesë e lumtur me Hatixhen radiallahu anha. Kjo martesë kaloi prej moshës 25 vjeç deri në moshën 53 vjeç. Derisa ndroi, domethënë, jetë Hazreti Hatixha. Kishte harmoni në atë familje, kishte besnikëri në atë familje, kishte dëlirësi në atë familje, kishte bamirësi, kishte bujari në atë familje, ku ishte Hatixha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut, lavdia dhe paqja Allahut qofshin mbi të, është shembulli më i shkëlqyer në çdo aspekt, po edhe në aspektin e familjes, në aspektin familjar. Për këtë shkak Allahu azza wa jalla në Kur'an neve na përshkruan Muhammed Mustafan uswatun hasanatun, model, yrnek, mostër, shembull i përsosur. Pastaj faza e tretë, martesa tjera pas hijretit, domethënë pas Hatixhes radiallahu anha, u bën me shumë qëllime të ndryshme, politike, strategjike e tjerë me radhë. Jo për arsye sensuale, por thjesht për arsye politike dhe shpirtërore. Secila nga ata, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte një mostër e cila e ilustronte modelin familjar të islamit. Dhe gjitha ata janë për neve nanat tona. Gjitha ato familje ishin familje që vetë flijoheshin në rrugën e Allahut, në rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Rjeshtazi transmetohet në për hadithe që nuk kishin ushqim të ngrohur, apo nuk kishin ushqim në familje 3 ditë rreshtazi. Por, kjo nuk i shqetësonte ato as pak. Në ato shtëpi nuk kishte pasuri, nuk kishte lukse, nuk kishte rahati,
rehati të pasurisë, por kishte lumturinë që asil të besimi dhe qëllimi i tyre ishte që të arinë kënaqësinë e hyjnisë, kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Sidomos pas çlirimit të Hajberit, të ardhurat ishin shtuar, plaçkat e luftrave kishin shtuar pasurinë e muslimanëve në atë kohë. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam nga kjo pasuri asje e preki, asje e çoi në shtëpi. Po pejgamberi alayhi salam këtë e harxhoi tek të varfërt. Ai ishte i ngopur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ngopjen e të varfërve. Kjo e kënaqte pejgamberin alayhi salam. Familja është shumë e rëndësishme. Në fillim të profetësisë, mbështetjen më të madhe profetit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prap ja dha nana jon Hatija radiallahu anha. Ajo ishte po ashtu edhe besimtarja e parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi erdhi revelata, u trondit dhe shkoi në shtëpi shpejt e shpejt. Dhe Hatija ishte ajo që i hapi krahët e mshirës, krahët e buta, krahët të cilën e qetësuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam këtë qetësim ja hoqi Hatija radiallahu anha. I tha, kush do të më besoje mu, oj Hatije? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, unë jam besimtarja e parë. Siç transmetohet nga Enes ibn Maliku, disa prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shkuan te gratë të dërguarit dhe e pyetën për adhurimet që ai bënte në vetmi. Njëri prej tyre, duke i parë të pakta lutjet e faljet që bënte vet, tha: "S'do të martohem." Tjetri tha: "Kur s'do të fus mish në gojë." Kurse i treti tha: "S'do të flej kur." Kur ju përsollën këto fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së pari falenderoi Allahun, e madhroi atë dhe shtoi: "Si është puna me disa njerëz? Unë edhe fal namaz, edhe flej gjumë, edhe agjeroj, por kam edhe ditët e mos agjerimit. Gjithashtu jam i martuar. Kush heq dorë prej sunetit tim, s'është prej meje." Familja ka aq shumë rëndësi në jetën tonë, saqë në Kur'an Allahu Azza wa Jall, ndoshta në 1/3 e Kur'anit flet për gjendjen e familjes, flet për përmirësimin e familjes apo rrethin, shoqërinë ku jeton ajo familje. Kur'ani reformon familjen. Kur'ani jep disiplinë burrit. Kur'ani jep po ashtu disiplinë edhe gruas. Kur'ani përcakton të drejtat dhe detyrat e çdo njeriu që është brenda familjes. Familja fillon me prindërit, vëllezër të dashur musliman. Ndaj prindërve duhet të kemi sjellje të bukur. Allahu Azza wa Jall, Allahu i madhëruar, në një ajet kuranor në lidhje me këtë, në mënyrë të prerë dhe të qartë, na këshillon, na sugjeron, ndoshta më mirë është ta marrim si urdhër. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos ti, pos Allahut Azza wa Jall, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njerin prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pran kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of, as sipas shprehjes tonë, as mos u bëj i vrazhdë ndaj tyre. Për atyre thuaju fjalë të bukura, fjalë të mira, fjalë të buta, respektuese, thot Allahu Azza wa Jall. Vëllezër të dashur musliman, në vazhdim të këtij ajetit kuranor, Allahu Azza wa Jall na thot kështu: "Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira." Në këtë ajet na mëson Allahu Azza wa Jall nëse i kemi pranë nesh, si të veprojmë me ta, dhe nëse ata kanë ndru jetë, çka të bëjmë ne? Allahu Azza wa Jall
E para na thotë që nëse ato janë gjallë në pranin tuaj, afër juaj, i keni në mbikëqyrje ata, atë lutu tek Allahu Azza wa Jall, duke thënë, duke i hap krahrorët e rahmetit dhe duke u sjellur butë me ta, me dëmshuri. Po nëse ka ndru jetë, wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe lutu o Allah, ashtu siç ata më mëshiruan kur isha unë i vogël, ashtu edhe ti mëshiroju, bëju rahmet atyre. Në ajetet kuranore dhe në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi edhe urdhra tjera, si për shembull, kaloni bukur me gratë tuaja. Tjetër në vend tjetër, mos u bëni të padrejt ndaj grave. Po ashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi padrejtësinë që s'duhet të bëhet në mënyrë të qartë. Vjen një prej sahabive dhe e merr një prej fëmijëve të vet dhe ulet afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thot: "O i dërguari i Allahut, këtij fëmijës do t'ja jap kaç dhurata apo kaç tokë apo çka ka pasi pasuri." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as me ndje prehes apo largpamës në këtë aspekt, i thot: "Edhe evladëve tjerë, edhe fëmijëve tjerë, a ju a ke nda të njëjtën pasuri?" Ai thot: "Jo." Atëherë shko te shtëpia, bënë ndarjen ashtu siç duhet, bënu i drejt, atëherë eja këtu dhe e bëjmë ndarjen, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë aspekt, ndaj fëmijëve tanë, ndaj grave tona, si për shembull mehrin, apo mirasin që duhet, trashëgimin që duhet t'i jepet edhe grave, vajzave, në këtë aspekt, sa jemi duke punuar dhe sa jemi duke marrë për bazë ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, feja jonë na urdhëron socializmin, do të thënë na urdhëron të jemi social, të jetojmë në një shoqëri. Dhe këtë shoqëri, vëllezër të dashur musliman, na jep një shembull Allahu Azza wa Jall, apo një princip e cila quhet emri bil maruf wa nahyi anil munkar. Dhe këtë princip dietarët e më vonshëm thojnë, nëse Allahu Azza wa Jall nuk do ta kishte përcaktuar çështjen e Islamit në 5 kushte dhe çështjen e besimit në 6 kushte, do ta kishte shtuar edhe këtë princip në jetën e besimtarëve. Emri bil maruf wa nahyi anil munkar, që është një tharmi e cila i jep unitet dhe i jep bashkim umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thotë kjo? Nxitje, këshill për të mirë dhe largimi nga e keqja. Që sot, si nga ana morale, po si nga ana e drejtësisë, po nga çdo aspekt që ta marrim, kjo duhet të ekzistojë në jetën tonë. Besimtari është ai njeri kur e sheh vëllaun e vet duke bërë një vepër jo të pëlqyeshme, e merr për krahu dhe e largon. Mundohet ta largon me butësi. Është fjalë popullore. Ujku rrëmben qengjin që ndahet nga kopeja. Çdo njeri mund të bëjë hata. Çdo familjar mund të bëjë hata. Po ne, detyra jonë është që familjarët tonë, rrethin tonë, shoqërinë të ri tonë, mos t'i lajmë në gojën e ujkut. Familja sot, si pjesa më e vogël e shoqërisë, ka fillu të kafshohet nga ujqit. Për këtë shkak duhet të marrët bazë Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ekzistojnë 3 elemente në aspektin se si e trajtojnë familjen. 3 elemente të huaja, domethënë që nuk janë të civilizimit tonë, të kulturës tonë. Elementi i parë, nuk do të përmend emra, por e trajtojnë gruan shumë më ndryshe se në Islam. I thojnë asaj që në fillim ajo është me gjunahe, ajo është me mëkate. Se ajo e shtiju Ademin a.s. të bën veprën e dobët në xhennet ku ishte atëherë. Ato kjo është një dobësi
që Allahu Azza wa Jall neve na e përmeson këtë gabim që e kanë trashëgimu brez pas brezi në Islam, na qartëson Allahu Azza wa Jall. Se edhe Ademi a.s. edhe Hawaja janë familje e shenjtë. Kur e shoh edhe në filozofi, edhe në këtë element që e kanë për bazë civilizimet e tjera, e shohim se familja është në një gjendje të shkatruar. Perversioni në atë drejtim shihet si normale, lavdrohet dhe femrat poshtrohen. Po ashtu, kur ta marrim për bazë elementin e tretë, ajo që është kultura romake, dhe kjo është kulmi i amoralitetit. Për nga e thojmë këta? Si mund të thojmë këta? Kemi shembuj të ndryshëm të asaj kohe, të aty në periudhat, për shembull rasti i Pompejit. Historia dhe faktet na tregojnë gjendjen e tyre të turpit. Për këtë shkak, muslimani, familjet shqiptare, kultura muslimane e donë që një besimtari të bazohet në baza të cilat Allahu Azza wa Jall e dëshiron dhe është i kënaqur me ata. Alija Izetbegoviçi e thot një fjalë. Lufta nuk humbet kur je i mundur në betejë. Lufta nuk humbet kur je i mundur në betejë. Por atëherë kur i ngjan i përngjason armikut. Si që përcjell Aisha radiallahu anha, i dërguari Allahut ka thënë: më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për familjen e vet, ndërsa unë jam më i miri ndër ju ndaj familjes sime. Nga Abdullah ibn Omeri transmetohet se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë: të gjithë jeni barin dhe jeni përgjegjës për tufat tuaja. Edhe kryetari i shtetit është bari dhe do të përgjigjet për atë që u prin. Edhe i zoti i shtëpisë është bari dhe do të përgjigjet për kopën e vet. Edhe shërbetori i shtëpisë është bari i mallit të zotërisë dhe do të jep llogari për të. Tre pikat që duhet të kemi kujdes për të rinjt. Rreziku i parë, për fat të keq, imponimi i pandershmërisë në mënyra të ndryshme. Në rinin ton, ndoshta është kanë varfëria apo të paranesh. Ndoshta ka qenë skamja, varfëria. Ajo na mbante neve, ndoshta. Dhe familjet ishin të shëndosha, edhe nanat tona ishin si një shkollë, si një mejtep. Rrugët dhe lagjet ishin gjendje për ta ruajtur me një kulturë nga e kaluara. Turpi dhe delërsia vazhduan si zakone edhe për ata njerëz të cilët ishin jo fetar. Sot, fatkeqësisht, televizioni dhe interneti kanë hyrë në celular, apo në mobila, në telefonat e fëmijëve tanë. Fatkeqësisht, ajo është e mbushur me gjëra të mira, por edhe me gjëra shumë të këqija, që e çojnë njeriu deri në zhytje, e çojnë fëmijën deri aty ku ta hup edhe shëndetin e tij, apo ta hupe edhe mendjen e tij. Për këtë shkak, në këtë aspekt, prindërit kanë përgjegjësi të madhe ndaj evladëve të vet. Kanë përgjegjësi të madhe ndaj fëmijëve të vet. Dhe duhet të jemi kujdesur, nëse është patjetër të kultivohet të mirët ai telefon apo ai internet, të jemi bashkë me ta. Të kalojmë kohë me ta. Kjo është pra fitneja më e madhe që e shohim sot në kohën e sotme. Por ilaçi çka është? Ilaçi duhet të jetë gjithçka me një karar, me një masë. Gjithçka që është pa karar, pa masë, ajo e çon fëmijën tonë në humbje. Rreziku i dytë, ekspozimi dhe shfrytëzimi i gjinisë femërore apo i fjalës grua.
Gruaja është të bërë si një mjet material që sot mund të shohim në për vitrina. Kjo është shumë e mjerueshme për ne, për kulturën tonë, për civilizimin tonë. Sa për të ardhur keq, është që një diamant të bie në një kosh plehrash. Për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall në Kur'an e përmend gruan, kaptina e gruas. Sureja Nisa, do të thënë Allahu Azza wa Jall po e ngrit gruan. Me ardhen e Islamit, Allahu Azza wa Jall gjinisë femrore i dha rëndësinë atë kohën e ignorancës, kur atëherë i groposhin vajzat e gjalla. Se kush kishte një vajzë u turpronte, biles, edhe Omeri radiallahu anhu, thot një prej pishmanllëkëve më të mëdhaja, pi pendimeve më të mëdhaja çka e kam thot në jetën time, është ajo vepër thot. Sot, vëllezër të dashur musliman, ndoshta me duart tona nuk po i çojmë fëmijët tonë, por me mos angazhimin tonë të nevojshëm dhe të duhur ndaj fëmijëve tonë, që nuk e kemi, që nuk e harxojmë, ndoshta një ditë do të jetë shumë vonë. Në qytetrimin tonë, një grua është spariherë një vajzë e pastër, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot në një hadithën e tij, transmetime të ndryshme ka, thot kush i rrit 2 vajza dhe i bie deri në moshën e pubertetit dhe i marton ata. Këto vetëm i rrit mosh me kalu, jo. Ti edukoj, tu a jape moralin, tu a jape akhlakun e duhur. 2 apo 3, 2 transmetime ka. Kush i bën, i rrit, i formon si njeri, si një grua e pastër, sikur se Merjemja a.s. sikur se Hatizja radiallahu anha. Atëherë thot, ky person do të jetë në xhenet thot, do të jetë në parajs. Kjo është përgëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ban për vajzat. Vëllezër të dashur musliman, ndaj fëmijëve kemi përgjegjësi më të vërtet shumë të madhe. Sot recetën e kemi. Allahu Azza wa Jall na ka dhënë Kur'anin. Elhamdulillah, kena edhe në gjuhën tonë. E kemi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, modelin më të përsosur. Receta na është dhënë, ne e kemi pranuar, por me atë recet, nëse ne ilaçet të cilat na janë dhënë në atë recet, nuk i marrim dhe i përdorim atë tretmanin që duhet t'ja bëjmë vetës tonë, atëherë sa mund të shëndoshemi, sa mund të shërohemi. Kur Allahu Azza wa Jall neve në Kur'an na thotë se Kur'ani është shifa dhe rahmet, është shërim dhe rahmet, është mëshirë për njerëzimin. Vëllezër të dashur musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj fëmijëve ka modele të ndryshme. Pak më herët e tham një prej atyre. Enes bin Maliku, kur nana e vet e prunit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha oj dërguari i Allahut, merë këtë evladin tim dhe formoje me ahlak të bukur. Ishte 10 vjeç, kur ishte Enes bin Maliku. Është një prej transmetuesve më të mëdhenj të hadithit. Enes bin Maliku një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga që nuk kishte nevojë pejgamberi alaihi salam për një fëmijë 10 vjeçar, t'i krynte obligime apo në diçka tjetër. Një ditë e detyroi ta mësoje, qëllimi ishte që ta mësoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha o Enes, shko në filan venin dhe kryje këtë detyrë, të çoje një emanet. Enesi u nis dhe si fëmijë 10 vjeçar, derisa po ecte rrugës i pa fëmijët e tjerë tu gelos, duke lojt. Edhe ai u ndal aty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u merakos. Ku shkoja thu Enesi? A mos i ndodhe diçka? Dhe u shkon pas Enesit, radiallahu an. Kur e pa me fëmijët. Kjo është një model i shkëlqyeshëm me të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa që po lunte me fëmijët,
u ndal me një vend dhe po e vëzhgonte. Çka po ban Enesi? Si po lun Enesi? Ta kaloja atë knacin në lojë, se ishte fëmijë. Kur e pa Enes bin Maliku, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u turpru, u skuq. Ju afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i dashmi jon, nuk i thot tjetër sen, o Enes, çfarë detyre kishe? Kjo është një metodë që të mësojmë fëmijët tonë, t'ju japim mësim. Enes bin Maliku u nis të shkon te vendi. Por kësaj radhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të shkoj pas Enesit deri në vendin ku shkoi kjo ai. Që është fëmijë, mund të lëviz, po mund të mashtrohet edhe me të tjerët. Vëllezër të dashur musliman. Shumë shpesh e përdorin një shembull i cili nga forja nan apo nëna gafore i thot fëmijës së vet, duke ecë para nanës gafore, i thot fëmijës gaforës, pse nuk po ecë drejt, pse ecë ashtu e shtrembuar? Fëmija gafore i thot nanës vet, oj nanë, dil para meje, ecë ti drejt, ashtu edhe unë do të mësohem sipas hapave tuaja. Vëllezër të dashur musliman. Me e formu një fëmijë, me e formu një familje, një vajzë apo një djalë, duhet punë. Nuk duhet të hinë ata se kur do të me fillu dhe sa kohë duhet mirët me atë punë. Por një shembull nga Ebu Hanifja. Sot nëse ka një Ebu Hanife, pas ati ka qëndru një nanë. Nëse ka një dietar tjetër, pas ati ka qëndru një nanë e cila e ka mbikëqyr, është kujdes me ta. Ebu Hanifja, kur vinë me kërku një fetva, një përgjigje të një pyetjes, një i ri hante shumë mjaltë, dhe ajo mjaltë e i bante dëm atij. Ebu Hanifja i thot, ejani pas 40 ditësh. Ata qohen edhe shkojnë. Kur kthehen prap, pas 40 ditëve, djalit nuk i thot fjalë shumë, nuk e zgjat shumë, por ja thot vetëm një fjalë. Thot, mos e ha mjaltën se ty të bën dëm. Ebu Hanife, pse kështu e dhave këtë përgjigje pas 40 ditëve, as mujtë atë ditë më në dhonë përgjigje? Thot, atë ditë kisha hangër edhe unë e mjaltën, dhe prita që 40 ditë të kaloj dhe të pastrohem nga ajo mjaltë dhe ta jap atë fetva. Nga që fjala që del nga goja, në realitet del nga zemra. Nëse del nga zemra, atëherë kjo zë vend edhe të fëmija, zë vend edhe për në imamlare të xhamati, edhe për atjetën i cili është prijes për në një vend, ka ndikim ajo fjalë e tija. Pra, vëllezër të dashur musliman, nuk duhet ta zgjasi shumë. Allahu Azza wa Jall në ajetin kuranor në thot, ku anfusakum wa ahlikum nar. O ju besimtar, keni kujdes juaj, vetën tuaj, ruani vetën dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Pra Allahu Azza wa Jall na boft për atyre persona, për atyre njerëzve, për atyre familjeve të cilat me të vërtet e marrim për shembull këtë rrugë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe e gjejmë shpëtimin si në këtë dunja, po edhe në ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin.